Luan Krasniqi përkrah Albin Kurtin. Legjenda e boksit shqiptar ka mbështet me fjalë të mëdha Kurtin. Normalisht ky postim i Luanit ka bërë bujë të madhe në rrjetet sociale. Deri tash i ka marrë hiç më pak se mbi 8000 lajka. Ka pasur edhe reagime kritike, sigurisht se ky i gazmensylës së AK-s. Hajde e kqyrim çka ka shkruar Luani. Ish bokseri ka publikuar dy fotografi, një me Ibrahim Rugovën, ish presidentin historik, dhe tjetrën me Kurtin. Luani ka lëvdruar të dytë. Sipas Luanit tash është epoka e Albin Kurtit. Lumë Kosova që e ka, shkroi Luani. Është e paprecedent me pa një boksier me përkraje të tillë, sepse trallë janë njerëzit e kalibrit të Luanit që përfshihen në politikë. Ama ish kampioni nga Joniko bën pjesë në një grup elektoral interesant. Luani është me gjaz rrugovist i flakt, sepse ka shumë postime në ndërim të figurës së Rrugovës. Është rrugovist që përmes Vjosa Osmanit dhe Guxos ka dalë në kampin e Kurtit. Ky elektorat ka gjetur habitatin në koalicionin mes Vetëvendosës dhe Guxos. Këta njerëz kanë ikë nga LDK-ja e Isa Mustafës pasi kanë qenë të pakënaqur me rrjedhat politike në këtë parti. Luani dhe të ngjajshmit nuk e kanë pa më LDK-n e Mustafës si përfaqësuese të rrugovizmit. Megjithëse këtu ka luajtur rol edhe Donika Gërvalla, meqense edhe Gërvalla edhe Luani vijnë nga i njëjti rajon dhe kanë jetuar do ditë në Gjermani. Sidoqoftë me 28 dhjetor kemi me pas sa përqind të këtyre njerëzve vazhdojnë me qëndru në vetëvendosje, e sa janë kthyer në LDK në shtëpinë e tyre të dikurshme politike.